Përshëndetje, sot në orën e gjuhës shqipe dhe letërsisë, unë Eliza Jakola nga para 2 dhe unë Brikena Liu do të flasim për artin dhe llojet e tij. Kuptimi i fjalës art. Fjala art nga fjala latine ars, që do të thotë zotësi apo mjeshtri për të krijuar diçka me vlerë. Arti se na fillon e tij e ka nga shoqëria primitive, bile para se të zhvillojnë gjuhën dhe të komunikojnë në mes vetë. Pra ndjenjat e tyre, gëzimin, pikëllimin apo zemrimin e kanë shprehur përmes zëzatimeve në përshpella ku edhe kanë banuar. Përndryshe me art ose zotësi, ne kuptojmë edhe kushtet për paraqitjen e artit, si ndërtimin e stelimoreve apo kasollave, lidhjen e gjuhës, përpunimin e veglave të tyre, e shumë e radhë. Pra, gjithçka që shumë për vetë nesh është e bukur, as që nuk ka të shëmtuar. Dhe tani do flasim për mënyrën se si ndahen artet. Artet ndahen në 4 lloje: art plastik, art tonik, art muzikor dhe art dramatik. Arti plastik karakteristik ka se qëndron në një vend, është i palëvizshëm, unështrohet rregullave simetrale dhe përbëhet prej materialeve të ndryshme. Arti tonik karakteristik ka tingulli, shijohet me shqisën e të dëgjuarit dhe arti tonik ndahet në art muzikor dhe në art dramatik. Arti muzikor ndahet në muzikë vokale dhe në muzikë instrumentale, dhe arti dramatik është art i cili realizohet në skenë nga aktorët, dhe arti dramatik mund të jetë një komedi ose tragjedi, dhe shpeshherë arti dramatik zhvillohet nëpërmjet tenorit, pra përmjet muzikës që ndryshimit si opera. Ju faleminderit për vëmendjen. Dhe mos harroni të na ndiqni në YouTube tek Literaturë Corner nga Muja Sera Liu Pro.